Fshehura zi familjes bëm edhe testin e ADN-s, ku testi e ADN-s rezultoi që të jeti vërtet. Unë edhe ai ishim motër edhe vëlla. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndarë një histori të dhimbshme jete. Një histori tepër të ndjeshme. Këtë letër ma ka shkruajtur një vajzë e cila është në moshë goxha të rritur për t'i kuptuar gjërat dhe dëshiron të ndanë një shqetësim, dëshiron të ndanë një të vërtet që realisht nuk ja ka thënë askujt. Ajo ka zbuluar që në jetën e saj, shokun e saj më të afërt që e ka njohur në shkollën e mesme, e ka vëlla. Po se si e ka zbuluar këtë gjë, unë do t'ua tregoj letrën që ajo ka shprehur me mua që nuk ka guxim në fakt ta flet me familjarët e saj. Të përshëndes Tiranë. Uroj që të jesh mirë dhe faleminderit shumë për këtë dritare që ke hapur që ne t'i tregojmë gjërat tona të shpirtit që i di vetëm shpirti jonë edhe Zoti. Unë që po të shkruaj këtë letër jam nga Tepelena. Jam 32 vjeçe dhe punoj në një punë private për të mos treguar detaje. Dua të ndaj një dhimbje të madhe që kam në shpirt dhe një histori që po më gërin në çdo ditë. Vëllau im, shoku im dhe babai im. U rita në një familje ku mami dhe babi kishin raporte të mira. Por shpesher kishin edhe zënka. Zënka sepse babai ishte përdorues i alkoolit. Zënka sepse nëna nuk e toleronte dot më këtë gjë, po e shkatëronte veten çdo ditë ai. Mbaj mend sa herë që riheshin, sa herë që babai e nxirrte mllefin tek mami për parat të cilat i humbte në bixhoz edhe në raki. Por unë edhe vllau po riteshim. Jeta po ndryshonte. Ne mundoheshim ta kuptojmë nënën tonë, por babai jon nuk po na kuptonte ne. Nuk e mendonte se ndoshta, por ne fëmijët kishim nevojë për një të ardhme, ne fëmijët kishim nevojë për para, ne fëmijët kishim nevojë për shkolla. Babai rinte tër ditën e tër natën në rrugëve. Kur vajta në shkollën e mesme, pasi unë jam fëmija më i madh në shtëpi, aty njoha një shok. Një shok me të cilin kimia dhe afrimiteti na lidhi me njëherë. Bisedonim, qëndronim bashk, ja tregoja të gjitha hallet e mia, të gjitha frikërat, dhe ai ishte një njeri i cili më kuptonte jashtëzakonisht mirë. U lidhëm shumë tepër. Bisedonim për familjet. Ai më tregoi që nëna e tij ka qenë në një lidhje dhe nga ajo lidhje ka mbetur 7 zën dhe ka sjellur në jetë djalin e saj. Ndërsa ai burri e ka lënë nënën e shokut tim sepse nuk e ka pranuar fëmin dhe nuk ka qenë gati për ta mbajtur këtë fëmijë. Më dukeshte historia më e dhimbshme që unë kisha dëgjuar, më dukeshte historia më e tmerrshme që unë thoja që si e ka kaluar ky djalë. Shkoja në shtëpi, flisja me mamin, por asnjëherë nuk i thoja babit sepse babi s'kishte interesin të di se as ku jam, as çfarë bëj në shkollë. Kur vajtëm në vitin e 4, djali në fjalë filloi që të hapet shumë me mua. Filloi që të flet, filloi që të komunikon edhe më tepër. Dhe vendosëm që në Tiranë të ikim së bashku për të vazhduar studimet. Unë punoja në një pasticëri, ndërsa ai dhe punonte
dhe vazhdonte studimet dhe në universitet takoheshim bashkë sepse ikëm në të njëjtin drejtim. Përfunduan edhe studimet dhe ne shoqërinë tonë nuk e prishëm. Ishin ditët më të bukura. Unë mundohesha që të mbaj me lekë edhe mamin, por edhe të vazhdoj shkollën. Ai filloi që të njihet me një vajzë, dhe unë si mikja e tij më e afërt, dilja dhe qëndroja me të, pinim kafe, shëtisnim me të dashurën e tij. Një ditë prej ditësh, vendosi që të më tregonte një foto të Tiatit. Një foto që e jëma e kishte ruajtur kur Jati kishte qenë i ri. Sa po pasha të fotografi, më ngjasoi jashtëzakonisht shumë me fotografinë që ne kemi në shtëpi të varur në mur, kur babi ka qenë i ri së bashku me mamin. Ika në shtëpi, pash fotografinë, mu lidhen shumë gjërat, edhe i them, mami tim, a mundem të marrë një fotografi kur keni qenë ju të rinj, të shoh se si dukeni? Kërkova të gjitha fotografitë e tjera dhe e mora një me vete. Kur e mora me vete, e thrita në kafe, i tregova që jam afër teje. Ai doli dhe i thash, a mundesh edhe një herë të ma nxjerrësh fotografinë? E pash fotografinë, bështe fjalë për të njëjtin njeri. Nisëm që të dy kërkimet. Ai bisedoi fshehurazi me Tjemën dhe mori vesh emrin e Tiatit. Emri i Tiatit ishte emri i babait tim. Fshehurazi familjes bëm edhe testin e ADN-s. Ku testi i ADN-s rezultoi që të jetë i vërtet. Unë edhe ai ishim motër edhe vëlla. Po kalon një vit e gjysmë. Nëna e djalit në fjalë e dije. E kam takuar, kemi biseduar dhe ma ka treguar të gjithë historinë dhe të vërtetën. Ndërsa i me më, nuk din asnjë gjë. Shpesh herë marr forcën që t'ja tregoj këtë të vërtetë, por kam frikën që ajo të mos të flet edhe situata të eskalon nga kontrolli. Shpesh herë mendoj që t'ja godas babit në fytyrë dhe t'i them që ke qenë mashtrues, që na ke gënjur dhe ke mohuar djalin tënd. Por përsëri kam frikë, nuk kam guxim. Nuk e di se çfarë të bëj. Jam në një siklet shumë të madh. Kam nevojë për ndihmën e të gjithë ju. Dua të marr mendimin tuaj. A duhet t'ja them babit të vërtetë që çdo natë po më çmend dhe sinqerisht po e ndjej një ngarkesë shumë të madhe.